Shoferët e automjeteve të parkuara dysh nëpërmjet në rrugët e Tiranës rrezikojnë deri në 3 vite burg. Drejtori i Policisë së Shtetit, zoti Ilir Proda, paralajmëroi që për këto shkelje të qarkullimit rrugor, shoferët do të rrezikojnë edhe burgun. Në kryeqytet, pavarësisht paralajmërimit se do të ketë përshkallëzim sa i takon masave, në terren parkimi dysh vazhdon. Dënimi me 3 vite burg është masa më maksimale e këtij kodi, por edhe nga praktika gjyqësore kemi parë gjoba të majme apo dërgimin e automjetit për bllokim apo masa të tjera administrative. Neni 293 i kodit penal sqaron pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit, vënia e pengesave dhe ndalimi me çdo mjet e mënyrë i qarkullimit të mjeteve të transportit automobilistik, hekuror, ujor edhe ajror dënohet me gjobë ose me burgim gjerë në 3 vjet. Në 6 muaj të punës së policisë për ndëshkimin e bllokuesve të rrugës me parkime dyshe janë 268 raste të referuara në total, nga 9 qarqe nëpër prokuroritë e jurisdiksionit të përgjithshëm dhe 3 të tjera me asnjë referim. Gjirokastra, Berati dhe Dibra. Siç pritej, Tirana ka pjesën dërmuese me 207 raste ose mbi 77% të totalit, ndjekur nga Kuksi me 25, Lezhë me 11, nga 6 janë në Fier dhe Vlorë, 5 në Shkodër, 4 në Durrës dhe nga 2 në Korçë edhe në Elbasan.